Pas përfundimit të konferencës së kryetarëve, kreu I grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi doli në një deklaratë të fortë ndaj institucioneve që sipas tij po injorojnë parimet kushtetuese. Reagimi I tij vjen pasi Këshilli I Ministrave me firmën e sekretarit përgjithshëm Angela Gaxhi I dërgoi presidentit Bajram Begaj listën e 6 bashkive ku është shpallur vaganca për kryetar mes tyre edhe Tirana. Në fjalën e tij, Bardhi kërkoi që presidenti të mos veprojë si zgjatimi I qeverisë, por të zbatoj kushtetutën, e cila sipas tij e pezullon automatikisht vendimin e ekzekutivit për shkarkimin e Erion Veliajs derisa gjykata kushtetuese të jap një vendim përfundimtar. Kushtetuta është e qartë, qoftë për organin që vendos për shkarkimin, qoftë për të drejtën e ankimit që ka organi I shkarkuar. Dhe në mënyrë automatike, thot kushtetuta, vendimi I shkarkimit pezullohet. Dhe presidenti I Republikës, që është autoriteti për të shpallur zgjedhjet, do duhet verifikojë të gjithë procedurën përpara se të konstatojë ekzistencën e vakancës dhe dekretimin e zgjedhjeve. Pra në përputhje me kushtetutën, presidenti nuk mund të dekretojë datë zgjedhjes. Nëse më pyet se çfarë do bëj jo presidenti, por Bajram Bega I ulur në karrigen e institucionit të presidentit të Republikës, unë besoj që do të bëj atë që do të urdhroj Edi Rama. Në deklaratën e tij, Bardhi ngriti dhe një thirrje për gjykatën kushtetuese që sipas tij duhet të japë sqarime të qarta për pezullimin e vendimit të qeverisë në mënyrë që të shmanget një përplasje institucionale. Dhe në gjykimin tim, edhe për të shmangur një përplasje institucionale, gjykata kushtetuese nuk do duhet kursehet vetëm me regjistrimin në regjistër, por duhet të sqarojë që vendimi I Këshillit Ministrave është pezulluar. Unë pres ta shpall Shqipërinë edhe Republikë kryeministrore. Pra, çdo gjë që I shkon nga Edi Rama nuk konsultohet as me kushtetut dhe as gjë tjetër, ka vetëm një Bibël, Kuran, që është urdhri I kryeministrit Edi Rama. Qeveria ka shpallur vakanca për 6 bashki, Vlorë, Beratin, Matin, Cerrikun, Tepelenën dhe Tiranën. Tashmë pritet vendimi I Begajt, I cili sipas ligjit ka afat 40 tetor për të dekretuar datën e zgjedhjeve të pjesshme.